Partia Demokratike mbledh të shtunën organi më të lartë Kuvendin Kombëtar, kuvendi I cili do të skicojë rrugën ku do të ecë PD në këtë mandat të katërt në opozitë, e strategjinë që do ta çojë Partinë Demokratike drejt fitores në zgjedhjet lokale që mbahen pas një viti e ato parlamentare që do të mbahen në vitin 2029. Slogani I kuvendit është riportëritje dhe kryetari I PD-s Sali Berisha ka premtuar hapjen e modernizimin e partisë, si dhe përfshirjen e figurave të reja në të gjitha strukturat drejtuese. Kuvendi nis punimet në orën 10 dhe hapjen e tij do ta bëjë Risa Bayaziti, një prej shqiptarëve që jeton në Bruksel dhe kandidoi për Partinë Demokratike në zgjedhjet parlamentare si përfaqësuese e diasporës. Më pas do të flasë kryetari I PD-s Sali Berisha. Berisha një javë më parë mori votbecimin e demokratëve për t'i udhëhequr deri në vitin 2030 të shtunën në kuvend, pritet që lideri historik I demokratëve t'u shpjegojë mbështetësve të tij si do të fitojë përballë Partisë Socialiste e si do të kthejë demokratët në pushtet. Pas fjalës së kryetarit PD-s, delegatët do të votojnë ndryshimet në statut, ku më kryesoret janë përfshirja e diasporës me kuota të caktuara në çdo strukturë të PD-s dhe rritja e përfaqësimit të grave në forumet drejtuese. Kuvendi së shtunës është kuvend zgjedhore, delegatët do të zgjedhin 200 anëtarë të Këshillit Kombëtar. Ky këshill do të zgjedhë javën e ardhshme kryesinë e PD-s, sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët e të gjithë funksionarët e tjerë. E mbetet për të parë nëse Sali Berisha do të vendosë që betejën përballë Edi Ramës në 4 vitet e ardhshme ta bëjë me të njëjtin ekip apo do të zgjedhë emra të rinj në struktura drejtuese.